Të nderuar miq, ju falenderoj që u bët pjesë e kësaj përkutimore të masakrës së fundit që shkruar në Çamri pikërisht 80 ditë më parë. Më lejoni që të falenderoj të gjithë folësit, profesorët të nderuar që hodhën dritë mbi këtë ngjarje. Dhe ajo që ndjej unë, besoj dhe shumë të tjerë, gjithë shqiptarët, është fakti që ne duhet të themi të vërtetat tona, të vërtetat e Çamërisë, të vërtetat e historisë tonë kombëtare. Pak minuta më parë se të fillonim, pata një bisedim me profesor Bernard Zotaj, i cili dha një ide shumë të mirë, shumë të hyrë, lidhur me atë për cilën çamat akuzohen nga grekët, pra për bashkëpunimin me fashistët. Ndërkohë që ka me qindra partizan, me qindra shqiptarë të Çamërisë, të vrarë në luftë kundër okupatorit. Dhe nëse e kemi pak disi të vështirë për të identifikuar të gjithë ata që janë vrarë në Çamëri, dhe kjo të për shkak të asaj heshtje dhe harese që edhe shteti grek kërkonte shqiptarëve luftës së tyre, përpjekjeve të tyre, por ne kemi pak më të thjeshtë që të identifikojmë të gjithë shqiptarët e Çamërisë të vrarë në Shqipëri. Janë vrarë anë territoriut të shqiptarë, pra nuk janë vrarë vetëm në Çamëri. Ndaj e mirëprita dhe propozimin e profesorit për të punuar për krijuar një grup pune që të identifikojmë pikërisht këta shqiptarë të Çamërisë që kanë dhënë jetën në luftë për shlirimin e vendit. Unë duhet të falenderoj të gjithë ata profesor, historian, studiues, të cilët në kaq shumë vite na kanë mbështetur në çështjen tonë, në çështjen çame që përdyshim është çështje e gjithë, është çështje kombëtare. Janë zërat për të cilët ne kemi patur shumë nevojë dhe vazhdojmë kemi shumë nevojë dhe unë jam i njohës. Por ajo që ne kemi shumë nevojë sot, besoj më herët do të kishte ndodhur, duhet kemi një studim zyrtar, shtetëror, të mirëfillt për Çamërinë. Dhe unë besoj që do të ishte në nderin ton kombëtar, do ta them shtetëror, që Instituti i Historisë, Akademia e Shkencave, të ngritë një grup pune për të patur një dokument historik të plot, studimor për çështjen çame, që kjo të jetë një lloj busulle, një lloj guideline edhe për zyrtarët dhe për të gjithë ata që duhet të merren me çështjen çame, për Parlamentin e Shqipërisë, për qeverinë shqiptare, për Ministrinë e Jashtme, në mënyrë që mos të kemi qëndrime të shkëputura, të cilat kurse si nuk kanë bazë historike. Pra, do të kemi një bazë historike shtetërore. Unë e konsideroj të rëndësishme këtë gjë. Unë ju falenderoj edhe një herë, ne jemi përpjekur si Fondacion Çamëria të kemi aktivitete të shumta, për të hedhur dritë mbi Çamërinë, mbi kulturën tonë, mbi historinë tonë, mbi identitetin tonë, dhe për këtë kohën e fundit neve sapo kemi krijuar edhe një podcast. Gjithashtu jemi duke për pak ditë del edhe një portal online me një emër siç është edhe podcasti Çamiko. Unë do të ftoja gjithkush që ka mundësi, do të kontribonte për këtë identitet të zonës së Çamërisë, por edhe më tej, pasi ne nuk do të kufizojmë vetëm për shqiptarët e Çamërisë, është një pritur dhe do doja që të kontribonte të ishte pjesë e këtij rutini të ri që fondacioni ka për çështjen çame dhe kombëtare në tërësi. Ju falenderoj. Falë se pak ka drejtë një bëjën me Verbushi. Unë, si që përmenda pak më parë, në bisedën që pata me profesor Bernardin, janë të shumë ato të vrarët dhe kontribusit të vrarët e luftës së dytë botërore kundra pushtuesve, por ne nuk të harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm, që në shtator të 1945-s është krijuar Komiteti Antifashist Çam në Vlorë. Mbajtë kongresi. Kongresi, po, mbajtë kongresi. Dhe
Ne, si fondacion, do të ripëtojmë pikërisht në Vlorë në shtator të këtij viti 80 vjetorit e krijimit të këtij komiteti antifashist. Faleminderit.